realitetit cilin unë jetoj. Unë du të mja thonë, se unë nuk më pëlqen e shpia me thonë, kam i problem. Jo. Po, kjo është realiteti jam. Edhe duha që kjo të ndryshoj. Kërkon ndihmë, do e herë duhet të ilaçe, sepse çrregullimet edhe mund të kenë shku shumë larg. Ato të herë duhet mjafton biseda me dikën që është i kualifikuar. Unë nuk ju them njerëz që flas fillit me shoqe, me shoqe, me tjera, po me njerëz që janë kualifikuar. Në fjalë tjera, bë diçka. Mos e prano atë realitet si gjendje të përhershme. Bravo. Unë sigur ta kisha pranuar si realitet si gjendje të përhershme, sigurisht kisha përfunduar vetvrasje. Dhe për shembull kur dëgjoj njerëz që e vrau veten, thonë po kur gjë s'ka pas. Thonë. Thotë ka qenë i pasur, ka pas tana të mira, ka pas gjë. Njerëzit nuk i kuptojnë që domethënë ajo që ti i ke të gjitha, por kur gjë s'mjafton. Më të gjithë. I ke të gjitha, por asgjë s'po mjafton. Në terminologjinë tonë i thonë mungesë ekzistenciale. Ti e keni pakot mështjellta me këtë firmat e botës, po mrena është bash. Po nuk duhet me pranu, unë kam refuzu ta pranoj, dhe hapi i parë ka qenë kam refuzu që unë bam tash kukull dhe të dalë televizor aty, terrifikator apo dikun apo në tjerë, dhe thjesht ta aktroj për diçka. Unë se bëj më këto. Kjo ka qenë hapi i parë. Hapi i dytë ka qenë që të merrem me atë çështje, që ish para se marr të ky emision kisha 1-2-3 ditë shqetësime, e thirra doktorin. Ai doktor është, pavarësisht doktorin, po thosha ke mundësi ta bëjmë një takim para kohë. Nuk ka kurrë të keq këtu. Absolutisht. Madje, kështu ja bëjnë njerëz të Hollywoodit. Unë kështu ju them disa njerëz, nuk ka aktor Hollywoodi që nuk shkon te psikologu. Nuk kur e bëjnë aktor të Hollywoodit, pse mos ta bëjmë? Se duhet ja bëjmë njerëzve pak edhe pozitive këtë punë. Absolutisht. Dashur miq, ky është Infinity. Ky është vendi ku mendja jote zgjohet, ku shpirti zgjerohet edhe ku flet zhduken. Nëse të ka bë klik ky emision, atëherë ka qenë vendin e duhur. Dhe javën tjetër, dashni sa më shumë. Bye. Pëlqejeni faqen tonë zyrtare në Facebook. Sot në pjesën qendrore do të flasim për fëmijërinë tonë, që dikur ishte e thjeshtë, e bukur dhe me plot kujtime.